valin një gajnë nga fshati Bog, malësi e madhe, kam I hëllëm ka I gruaja ma ka marrë djalin, ka 2 dit, nuk po zhenj rrugë zgjidhje kurkon, te policia nuk kam kanë rrugë zgjidhje, kam shku, kam nej një natë gati ton natën deri 11 sahati, edhe nuk kanë zgjidhë problem. U kërkoj ju për jo djallë, me mazit, zjedh kutin, se nuk e di a ka mujt me shita, se di ku ndodhet për momentin. U kërkoj se shteti I ka mbon të vendësim edhe kur shfej përgjigjet në bot, as malësia e madhe, as Shkodra, nuk më ka dhënë përgjigje. E ka majt 3 muaj djalin, ka ik në Itali, ma kalon të kisha madhe, ka shku, ma kalon rrugë të madhe, djalin, e ka majt me sakrificë e me mund. Për një djal, du me dhon jetën e jap jetën. Ju kërkoj që me mazjet janë djal, edhe dua vetëm djalin, jo gruan. Me mua nuk ka pun ma me mua jo, se ti në jeta as nuk han buk me mua kurrë. Veç për pun djalit. Për pun djalit nuk po zgjen rrugë zgjidhje as në shtet, as kurkun. I kam thirr mansinë e madhe, kam thirr Shkodrën, I kam kontaktu të tonë, nuk më kanë zënë rrugë zgjidhje, më kanë thonë me prit, kam prit deri 11 darks aty, edhe nuk po zgjen kurrë rrugë zgjidhje. Për herë të funit kom taktu me fjalë qysh te pardjet që më ka ik, kam kontaktu në tam, ka thonë mu ti je legend, I anena më ka kërcenu, më ka thirr një vajzë, ka marrë një vajzë me makinë, edhe më ka thonë që nuk ke punë me mua, I je pisanjoz, I je legend, I anena ke probleme, në fakt ka nis pak problemet, ma për parën, ka nis, po konfliktet dobta. E kanë qitë familjeve të jashtë, e nuk ka as mbrojtje familje, kalon 2 varzat në Itali, ka 2 varza në Itali, po ajo, ka 2 varza në Itali, edhe unë nuk jam ken djeni për qa ka nullë. E me fjallë më ka thonë, du marrë me taku djalin, për hirë djalit, du marrë mu bashku. Po, ka kene martu me 3 herë. Po, a kene martu me 3 herë, edhe unë për 1 herë e kam ditë, po për 3 nuk e kam ditë. Nuk jam kenë ndjeni. Edhe kështu si më ka kërcënu, edhe më ka bon dhe dënuq me polici, më ka thonë më ka ra, nuk I ka marrë gjykata për bazë, as I gjo, kërkesat e saj, edhe ajo problem edhe di qa me krye, nuk është normal. Problemet ka nis tash 1 vit. Tash 1 vit ka nis. Arsyet janë kenë, arsyet e soj, kam pas e probleme me sakrificë, me mund, kam nej, jam shkput me familje teme, me bab tem jam prish, me familjen teme, jam prish është dhe zho, vesh për hirë të saj, me fjallë dhe me rritin o djallë. Dyshime nuk kam, po dyshimet I kam që e ka marrë dikush, me fjallë, e ka rrejt dikush e ka marrë. Unë du djallin, nuk du ata, nuk du me adit hiq se kush aja. Unë du djallin. Mu nuk imi interesën në arsyes, se ku ka I. Jo, I ka dalë fiku në telefoni, tash 2-3 dit I ka dalë fiku nuk. Me familjar po, më kanë thonë, do na djalin, për vajzë nuk na interesën. I kam vun djeni, babe nane është dhe zho. Më ka thonë, veç do na djalin. Për vajzë e kena si dekun, për atë punë. E kena dekun krejt. Zënë se vajzë ajo në dekun.